është. Dhe nuk kemi propozuar. Propozimit është më 7 me vendosje, s'kemi propozuar asnjë. Kaq. Po deshe ti dhe një firmë edhe me vull të rregullon Brazili, se sa kam hedhur 100 apo 20 firmë, po të themi këtu që im të rreq firmë, po jo, po deshe në firmë që të kanë ngel me rak, edhe vull. Mua me rak. Po s'kene me rak. Lutem. Po me të jep dyti, po. Edhe me vull dhe me firmë. Edhe vët, kështu është. Mund ta përmbyllni zoti Koreshi. Po, ti do zoti kryetar, do të mash rregull se unë si ndërhyr. Ju lutem qetësi. As fola për firmën, po flas për firmën time dhe çe përket paktën kolegëve tonë grup parlamentar, duke qenë se jemi drejtuar kryetarit të kuvendit. Për firmat propozuese, ne s'kem propozuar, kemi domethënë nëse do ndjekni thjesht dhe këtij koherent, ne vetë vetë ti ke deklaruar që duhet marrë një. Këto janë serioze, shumë mirë. Dhe ne dhe atë kohë kemi thënë po të njëjtën gjë, që këto nuk janë ka qenë përpara fatit, nuk kanë qenë për të propozuar për kryetar, pra të kalohesh faza parë procedurale, pavarësisht se ata e mblodhën, kalonte faza e parë procedurale pra e kualifikimit, po ka ky më komision, pastaj të vinte faza e dytë, ajo e mbledhjes firma. Mbasi kanë kaluar në fazën e parë, nëse i përmbush elementët, kriteret, pra shkolla lartë, arsimi tjera me radhë, asnjë prej tyre nuk ka marrë firmë prej nesh. Këtë është duke të sqaruar dhe zoti Strazimin, dhe këtë po sqarojmë. Dhe së dyti po e bëjmë me dije që nëse e keni shkresën, se the gjova nga kolegu, por nëse nuk është kështu, ju e keni shkresën, një lutur ta relatoni, dhe për korrektesë, sepse kërkojmë ne dhe ne jemi një nga paktën unë dhe Glen, po dhe pjesërisht Darianit e dikush mund të ketë ka hedhur firma dhe ne jemi këtu personalisht duke të thënë që kemi të rrequr, po të bëjmë dije që kemi një shkresë si grup parlamentar dhe në këto kushte kërkojmë nga ana juaj minimalisht të relatohet, pastaj se gjykoni, ne gjykojmë që nuk duhet kalojnë këto emra për seancë sepse nuk e kalojnë barrierën atë pikërisht atë që thotë lexuesi Neni që 11.4 nuk e kalojnë këtë se kemi tërheq firmat. Nëse grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka firmosur dhe këta kanë firma prej atyre, kjo është një gjë tjetër sepse ne e kemi dhe këtë tagër tek komision ta verifikojmë këtë pjesë, pra ti shikojmë nëse janë këto firma, por nëse bëhet fjalë për firmat që grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka tërhequr, atë ky proces nuk mund të vazhdojë, pra nuk është tagër. Tagër aty është e voton se voton, kurse filtri para filtri për të verifikuar firmat ose jo jemi ne. Atëherë ky para filtri ne në vetën e parë po themi për veten tonë kemi tërhequr. Si ne, ashtu dhe grupi parlamentar. Por edhe ato që janë që mund të përdoren paraprakisht të marra para datës në të cilën e kemi bërë filtrin e parë këtu nëse përmbush kriteret, pra ato që janë përdorur para kësaj date nuk janë dhënë në këtë tagë, por dhe nëse do të konsiderohen të tilla, ne kemi në këtë kontekst kemi thënë jemi të rrequr dhe nga ato firma të dhëna përpara se janë sipas një procedure që e këtij. Faleminderit zoti Koreshi, zoti Ndoja e ka fjalën. Faleminderit zoti kryetar. Zonja Çaushi e ka fjalën. Atëherë, faleminderit kryetar, si fillim i nderuar kolegu, unë nuk kam nevojë as për firmë edhe as për vullën tuaj, se fatin tim këtu e kanë vullosur njerëz të tjerë, po ju keni një problem të nderuar që harroni edhe kujtoheni vonë çka keni firmosur, kujtoheni natën 12 shihni ndonjë ëndër edhe vini këtu në mëngjes e tërhiqni ato që keni bërë. Faleminderit. Po, faleminderit. Vetëm diçka tjetër. Ja një. Unë zakonisht ëndrat i shikoj vetëm me gjell pasanikësh, edhe me një gjë tjetër, po kjo me firma, faleminderit. Po. Zoti Ndoja e ka fjalën. Faleminderit zoti kryetar, të nderuar koleg. E kërkova fjalën jo thjesht për plotësu kolegët se s'kam çfarë të plotësoj, po thjesht për të bërë një dy sqarime juridike, po edhe morale personale në raport edhe me shtypin, edhe me opinionin publik, po edhe me kandidatët që kanë marrë pjesë në këtë procedurë deri tani. Së pari, në këndveshtrimin tim është vetëm një nen në rregulloren e Kuvendit të Shqipërisë, i cili është akt i cili parashikohet në Kushtetut neni 75, vetëm neni 6 i rregullores që parashikon që kandidatët të cilët përcaktohen nominalisht siç është presidenti i Republikës, mundet që të propozohen vetëm nga një deputet. Pra një deputet ka të drejtën propozimit vetëm një kandidati për kryetarin e Kuvendit. Dhe është neni 6 i rregullores.
po i marr me radhë. Në këto kushte, deputetët kanë drejt që për mbështetjen e kandidaturave nominale për institucionet të pavarura kushtetuese kanë të drejtën të nënshkruajnë për çdo kandidat. Pra deri në këtë pikë gjithë kandidatët ta gjojnë kush më ka ardhur, unë ja kam nënshkruar, bile është një rast, po ja përmend dhe emrin, nuk e njoh personalisht, më ka shkruar në mesazh një zoj me mbiemrin Biba. Dhe është përpjek të më thotë që komisioni jon pas ka marrë vendim dhe thotë që duhet një deputet të nënshkruajë vetëm për një individ. Në seancën e fundit, zoti Mile, të ma konfirmoj ose jo, zoti Malaj nuk është këtu, mos gaboj kam gjuhë Taulant Ballën, kryetarin tuaj të grupit parlamentar, në një emision televiziv dhe kam diskutuar që çuditërisht jam në të njëjtin mendim juridik me të, vetëm se Taulanti nuk e sqaroi me bazë ligjore. Dhe bëj u them që në kushtetut, në 60 e vijues për avokatën e popullit, edhe në rregullore, ju nuk mund t'i thoni asnjë prej deputetëve që ju nuk mund të mbështetni më shumë se një kandidat. Pra kjo është e gabuar. Dhe ajo ka qenë deklaratë personale juaja si kryetar komisioni dhe nuk ka pas vendim nga komisioni. Tani kthehemi tek pjesa tjetër, e kam për kandidatët këtë gjë. Edhe për Endri Shabanin që është përfolaj shumë që pas kam shtet deputetët e djathtë e këto ato. Për mu të gjithë ata që duan të kandidojnë janë të mirëpritur dhe do kenë mbështetjen time personale po të jetë puna për nënshkrim. Të gjithë. Pra unë nuk mund t'ja mohoj të drejtën kushtetuese për të garuar asnjëri prej tyre kur përmbush kriteret e kushtet e tjera ligjore siç janë arsimimi, aktivitetin në fushën e drejtave të njeriut e tjera me radhë. Ato kriteret që parashikon ligji. Kthehemi tek situata konkrete reale. Tek situata konkrete reale, ne ndodhemi përpara një fakti. Ne 111 kërkon dhënien e nënshkrimeve në 2 faze, jo vetëm fazën e parë kur paraqet dokumentet për të kandiduar, po edhe në fazën e dytë pas dëgjesës publike që vjen radha për t'ju paraqitur në seancë kuvendit për miratim. Tani ndodhemi përpara fakti tjetër që gjithë anëtarët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike kanë tërhequr nënshkrimet nga gjithë kandidaturat. Po e them publikisht ta dëgjojnë gjithë, nga pikpamja morale ky s'është akt as burror, as juridik, e imja personale, ku e maj përgjegjësi për këtë që po them. Por, nga pikpamja juridike tani, ne ndodhemi para i fakti. Imagjinoni kodin e procedurës civile, kur një palë që ka bën ankimin heq dorë nga e drejta e ankimit brenda afatit të parashikuar me ligj. Çfarë ndodh në gjykata? Pyetje juridike që mos bëj supozime. Çfarë ndodh kur heq dorë? Atëherë ankimi s'ka vlerë. Dakord? Dhe po e njëjta gjykatë e shkallës parë vendos mos kalimin e seancës dhe vendos atë deklarimin. Apo jo, e bën me deklarim që ky ankimi s'ekziston më dhe shkon fare në apel çështja. Kështu që në rastin konkret, pyetjet që lindin janë 2 për këtë komision sot para se të marrin vendim. A ka vullnet Partia Socialiste ta marrin vesh dhe shtypi? Edhe opinioni publik që marrëveshjet e mëparshme parlamentare mes 2 forcave, pozit dhe opozit, kanë vendosur që për kryetarin e kontrollit lartë shtetit dhe avokatin e popullit ky pozicion t'u lihet kandidatëve të propozuar nga opozita? Ekziston kjo apo s'ekziston? Kjo është një deklaratë politike që e keni ju në dorë, meqenëse se jeni mazhoranca, edhe pse e kontestuar nga ne për zgjedhje të pandeshme dhe jo të rregullta, të thoni po ne jemi dakord që këto poste ti mbeten opozitës si mas marrëveshjes dhe praktikës parlamentare të mëparshme. Pyetja e dytë, a kemi dijenjë si komision, ju si kryetar komisioni, për faktin që ka ndodhur që ne kemi tërheqë gjithë si Parti Demokratike nënshkrimet? Këto janë 2 pyetje që e zgjidhin gjithë kasusin. Pra juridikisht ne jemi në fazën që nëse ne kemi tërheqë nënshkrimet, automatikisht shumica prej atyre kandidatëve që kanë nënshkrimet tona, që kanë paraqitur kandidaturën e tyre, nuk janë më kandidatura. Atëherë i bie që ne, meqenëse se kemi shkel gjithë afatet kushtetuese, kaq vite që ka mandat të zgjatur zonja Ballanca për shkak se kuvendi më parshëm nuk e ka zëvendësuar sipas procedurave, nuk prish asnjë punë, procedurë të përshpejtuar brenda një kohe shumë të shkurtër, të riparaqiten kandidaturat dhe të zgjidhet avokati i popullit. Pra pyetja ime e parë është, a ka vullnetin pozita sot që ta lërë këtë post avokatin e popullit opozitës? Pyetja e parë. E dyta, a kemi dijenjë si komision që janë depozituar tërheqja e nënshkrime për kandidatët? Mbashësi kësaj vazhdon dhe mbledhja. Faleminderit. Zoti Blushi. Zoti kryetar, së pari dua t'ju kujtoj që
Një nga funksionet themelore të këtij komisioni është që çdo akt që ne këtu miratojmë duhet të jetë në përputhje me konventat që ka ratifikuar vendi ynë, me kushtetutat dhe me ligjet. Po bëjmë sot një diskutim pasi në fakt kemi kaluar 2 faza që në vlerësimin tim duhen evidentuar. Momenti i parë është vendimi i datës 17 nëntor, sepse nuk ishte vetëm një çështje shprehje vullneti nga ana juaj, po ka një vendim të këtij komisioni, ka një raport të këtij komisioni, cilin e keni firmosur ju, të cilën ne keni përcjell të gjitha grupeve parlamentare, për djeni sigurisht edhe kryetarit të kuvendit, në cilin unë po lexoj dhe doja u shpërndaj dhe mediave për të qenë ndjeni, vetëm një fjali, të firmosur nga ju. Një deputet mund të mbështesë vetëm një kandidat për pozicionin e avokatit të popullit. Megjithatë, ky moment ezaurohet, për sa kohë kemi një shprehje vullneti nga ana e deputetëve të opozitës, pra jo vetëm të Partisë Demokratike, por edhe të deputetëve të grupit parlamentar të Partisë së Lirisë, për të tërhequr nga firmat e dhëna për disa kandidatë për avokat të popullit. Dua t'ju kujtoj që të drejtën e propozimit ose të qenurit kandidat nuk e bën shprehja e vullnetit, por e bën firma e deputetit. Tërheqja nga firma është një akt juridik. Heqja dorë, dorëheqja. Sepse sipas kësaj logjike, kushdo që ka dhënë dorëheqjen deri më sot, apo jo, nuk do njihet sepse pra kemi një tërheqje, një shprehje vullneti të certifikuar të dhe me vendim, pra të gjithë deputetët që deri në këtë moment kishin firmosur për një ose për 2 kandidatura, kanë bërë një shprehje vullneti, pra kanë tërhequr firmat nga kandidatët që ata kanë vlerësuar që i plotësonin këto kriteret, dhe në këtë moment ky proces bëhet nul. Ju lutem zot. Ju lutem që ta mbaroj argumentin tim. Pra, në momentin që deputetët janë tërhequr nga firmat apo nga mbështetja e dhënë për një kandidaturë, ky proces rrjedhimisht bëhet nul. Doni apo nuk doni ju. Heqja dorë nga firma është akt juridik, zoti kryetar. Dhe ky komision, që në themel dhe në qendër të funksionit të vet ka pikërisht verifikimin nëse aktet, ligjet, propozimet, amendamentet janë apo jo në përputhje me kushtetutën, me ligjet apo me kodet e konventat e ku e diun se çfarë tjetër, duhet ta vlerësoj edhe këtë moment. Kandidat nuk të bën shprehje vullnetit, të bën firma e deputetit. Asnjë kandidat sot nuk ka firmën e një deputeti të opozitës. Uroj dhe shpresoj, por nuk habitem, që ju sot nuk doni të kaloni kandidat, por të kaloni disa diversant për të kapur dhe këtë institucion. Pra nëse ju do avanconi me idenë për të miratuar disa diversant në këtë mbledhje komisioni, se në vlerësimin tim ata nuk janë kandidat, por janë diversant, dhe për më tepër nuk habitem që kjo mazhorancë që ka falsifikuar edhe firmën e kryetarit të kuvendit, për cilën edhe jeni paditur në SPAK, por që kur nuk e morën vesh se kush e falsifikoi firmën e kryetarit të kuvendit, të mos habitemi që të kemi dhe kandidat që realisht nuk kanë asnjë mbështetje, por që ju të presupozoni që kanë mbështetjen dhe firmat e deputetëve të opozitës. Megjithatë e theksoj, asnjë kandidat nuk ka asnjë firmë në këtë moment që ne flasim. Për më tepër nuk habitem edhe nga faktin që jeni një mazhorancë e certifikuar që atë që thoni ditën e mohoni natën ose e kundërta, dhe i referojmë këtu një deklarate publike të kryetarit të grupit tuaj parlamentar, që deklaroi botërisht që ne do ja lëm kandidatin ta propozoj opozita. Lejani opozitës së drejtën të propozoj kandidatin, që ndrojeni korrekt vullnetit politik që shprehet, ose na bëni të qartë që ne sot në komision do kalojmë një listë me diversant, do kapim dhe instruksione avokatit të popullit, Taulant Balla Gënjeu që Zoti Blushi, pas zotin se 5 herë i ke përsërit gjithë atë fjalë. I përsëris, i përsëris. Tani për herë 6 lutem për mbyllje mendimin se i përsëris për vetë faktin që ju ti fiksoni. Ose që të po të fiksuar i kemi, mos të fiksuar apo po pra, e keni të fiksuar që gënjeni, mashtroni dhe kaloni akte antikushtetuese. Po.
Por dua të ndërgjegjësoj nëse ka ndonjë koleg të përgjegjshëm nga ana e mazhorancës që të mos bëhet pjesë e kësaj farse. Sa herë na bëni thirrje ju të ndërgjegjësohemi, aq më shumë na voton populli. Jo, aq më shumë ju thelloni. Aq më shumë ju thelloni palishmërinë sepse ende nuk keni dhënë përgjigje kush falsifikoi firmën e kryetarit të kuvendit. Edhe dini ju shumë mirë. Po zoti Mile e ka kërkuar fjalën.